Janë vendosur kriteret për simbolet e Kosovës. Së shpejti pritet të shpallet konkursi për simbole. Grupi punues ka hartuar sot kriteret për përcaktimin e simboleve shtetërore, duke i hapur rrugë shpalljes së konkursit për këtë çështje. Në takimin i cili është mbajtur me shefin e zyrës amerikane Tina Kajdanov dhe përfaqësuesin e BE-s Torbjörn Solstrom, grupi ka arritur të harmonizojë qëndrimet dhe të propozojë kriteret dhe dinamikën e procesit të përcaktimit të simboleve. Do të ketë respektim parimeve të marrëveshjes për statusin, domethënë të pakos satisarit, që është një element që nuk mund t'i iket nga ajo, dhe ne mund të themi që Kosova do t'i ketë simbolet e veta origjinale, që në kupton që do t'i ketë simbolet e veta shtetërore, pa kopjime, pa elemente që e përcaktojnë domethënë ndonjë shtet tjetër apo ndonjë subjekt politik apo ndonjë lëvizje. Sipas dukollit, flamuri i shtetit të Kosovës duhet të ketë dizajn të thjeshtë dhe të përmbajë sa më pak ngjyra. Ngjyrat e flamurit të Kosovës nuk duhet të jenë identike me flamurin kombëtar, qoftë ati shqiptar, serb apo të ndonjë kombësie tjetër, ndonse nuk përjashtohet mundësia që ndonjëra prej ngjyrave të këtyre flamurive të kombinohet. Flamuri i Kosovës nuk duhet të ketë mbishkrime dhe vula, ndërkohë që përdorimi i hartës së Kosovës në flamur nuk shihet si një element i preferuar. Kriteret për përcaktimin e simboleve do t'i dorëzohen nesër ekipit të unitetit, pasi zyra amerikane në Prishtinë t'i jap formën finale këtyre kritereve. Ekipi i unitetit pritet të marrë vendim për shpalljen e konkursit për simbolet në fillim të javës së ardhshme. Këtë gatishmëri e konfirmoi sot edhe kryetari Fatmir Sejdiu, i cili theksoi se kjo çështje do të procedohet më tej në momentin kur grupi të përcaktojë kriteret. Deri të hënën pritet që grupi punues të caktojë edhe rregullat e aplikimit për konkurs. Konkursi për simbole do të jetë i hapur 15 ditë dhe do të kenë të drejtë konkurrimi të gjithë. Më pas, grupi punues për këtë çështje do të përzgjedhë disa prej propozimeve më të mira, të cilat do t'ia dorëzojë komisionit profesional të përbërë prej anëtarëve të ekipit të unitetit, kryesisë së kuvendit dhe ekspertëve për të përzgjedhur 3 propozimet më të mira. Njëra prej të cilave do të miratohet në kuvendin e Kosovës. Zyrtarizimi i simboleve shtetërore të Kosovës do të bëhet vetëm pas përfundimit të fazës tranzitore, që zgjat 120 ditë pas zgjidhjes së statusit të Kosovës.